Rikthehemi sërish në studio dhe do të flasim tani për 6 zhytësa që humbën jetën në Maldive. Ajo që nisi si mision për studimin e biodiversitetit detar në Vavu Atoll përfundoi me një operacion kërkimi që tronditi opinionin publik dhe ngre shumë pikpyetje mbi atë që ndodhi brenda shpellës misterioze në ujore. Ne kemi të ftuar për të folur mbi këtë ngjarje që pati dhe ndjeshmërinë e të gjithë botës, një mjek të përgjithshëm i cili është edhe zhytës i apasionuar njëkohësisht. Kam kënaqësinë të mirëpres Piro Paparisto. Përshëndetje, mirë se vini në Living Day. Përshëndetje. Do të flasim edhe për pasionin tuaj, por së pari do t'japim gjithë vëmendjen që meriton kjo ngjarje. Kemi përgatitur një material, e shohim së pari dhe rikthehemi në bisedë. Një ekspeditë shkencore në ujërat e thella të Maldiveve u kthye në tragjedi për 5 zhytës italian dhe një vendas. Eksplorimi në ujërat e kristalta të Maldiveve nisi në 14 maj si mision për studimin e biodiversitetit detar. Megjithse erërat ishin të forta, deri në 30 milje shpejtësi, kjo gjë nuk e ndali misionin e ekspeditës së zhytësve të pafat. 5 eksploratorët hynë në një shpellë 50 deri në 60 metra thellësi nga e cila nuk dolën dot më. Por, çfarë ndodhi me 5 zhytësat në ujë? Trupat e tyre u gjendën pa jetë në thellësinë e shpellës. Çfarë ndodhi që ata, megjithse me eksperiencë, të mos dilin dot nga fundi i detit të kristalit? Ekspertët kanë hedhur hipoteza të ndryshme, nga të cilat më e mundshmja është ajo e bllokimit të daljes së shpellës nënujore për shkak të rrymave. Shpella është e përbërë nga 3 korridore të ngushta, të cilat të çojnë në 3 dhoma nënujore. Mendohet se fillimisht në shpellë hyri njëri prej zhytësve dhe 4 të tjerët u futën për ta shpëtuar. Lëvizjet ujore brenda shpellës kanë humbur dukshmërinë e saj duke e çuar në zero, e duke shkaktuar çorientim dhe panik. Koha e gjatë e shëndrimit në ujë ka sjellë gjithashtu dhe mungesën e oksigjenit. Kamera që mendohet se kishin në vete, me siguri do t'i japë përgjigje shumë pyetjeve, por ajo nuk është gjetur ende. Mes dhimbjes dhe lotëve të familjarëve, trupat e 5 zhytësve italian dhe zhytësit e ekipit të shpëtimit nga Moldavia u nxorën nga fundi i detit. Kjo tragjedi ka ngritur dhe mjaft akuza për hetim mbi agjencinë e cila organizoi ekspeditën, si dhe për respektimin e kushteve të zhytjes. Grupi përfshinte instruktorin Gianluca Benedetti, profesoreshën ekologjisë detare Monica Montefalcone dhe vajzën e saj studente dhe zhytëse apasionuar Giorgia Somakal, zhytësi teknik Federico Gualtieri dhe ekspertja në eksplorime nënujore Muriel Odenino ishin gjithashtu viktimat e tragjedisë. Kjo është një përmbledhje e asaj që ne kemi mundur të mësojmë deri më tani. 5 zhytës italian dhe një vendas humbasin jetën. Çfarë ka ndodhur, doktor, se ende e kemi të paqartë? Ka ndodhur një fatkeqësi shumë e madhe për njerëzit që janë të lidhur, për familjet e tyre, as diskutohet. Gjithashtu një fatkeqësi për komunitetin e madh të zhytësave, që në fakt nuk është dhe aq i madh, supozohet që janë rreth 4.000 persona në botë që zhyten në për shpellat e tilla, janë eksplorues shpellash. Nuk është ndonjëri që zhytet me scuba diving, siç quhet, pra me bombula, dhe zhytja me bombula është paksa e veçantë. Jo çdo njeri mund të zhytet me bombula. Të gjithë ata që zhyten me bombula edhe për arsye rekreative, në për ca plazhe rreth e përqark brigjeve tona për shembull, ose me një anije për shëtitje, duhet jenë të trajnuar. Një minimum trajnimi duhet ta marrin. Pra, unë për veten time nuk zhytem me bombula. Jam e apasionuar mbas zhytjes me frym, që quhet apnea. Dhe zhytem me lopata, me mask, me tub, po jo me bombula. Me qartë. Zhytja me bombula ka të tjera kritere dhe kushte specifike, duhet të jesh pra ekspert. Në këtë rast ne kemi të bëjmë me zhytës profesionist, të cilët kanë hyrë në një shpellë. Shpella, çfarë ka ndodhur aty brenda? Ka qenë e errët, ka patur kthina të caktuara, çfarë mund të ketë ndodhur me ta? Tani një person që është
sa do eksperti fushës që t'jesh, një zhytës eksperti kësaj fushë, nuk mund të flasi pa dalë rezultati përfundimtar. Ata duhet të nxjerrin trupat, duhet të nxjerrin bombulat, duhet të nxjerrin dhe kamerat e personave që kanë qenë aty. Gjë që nuk e kanë bërë akoma, sepse siç e thatë dhe ju, njëri prej zhytësve që vajti t'i gjej, humbi jetën për vete. Dhe kjo është një gjë akoma më trisht, domethënë, ai është vendas, është ekspert në zhytje dhe merret për të gjetur trupat me një grup, ashtu siç ndodhi në Tajland në një shpellë që ngelën fëmijët e një skuadre futbolli me profesorin e tyre dhe për shumë ditë ekipe të ndryshme zhytësash vajtën për t'i gjetur, por ishte e vështirë. Njëri nga forcat speciale të Tajlandës atje humbi jetën. Sepse duhesh të jesh shumë ekspert në kërkim dhe në zhytje shpellash. Pra, përveç zhytësve në përgjithësi që zhyten me bombula, ky grup zhytës shpellash është shumë i vogël në botë dhe janë njerëz shumë të përgatitur për këtë punë. Pra, do një trajnim shumë të madh. Pra, këta ishin zhytës të mirë me sa kuptoj unë, por nuk ishin ekspert për shpella. Dhe kjo ata kanë bërë, me sa kam lexuar dhe kam dëgjuar, këtë ditë ata kanë bërë një gabim shumë elementar që zhytësat e shpellave, me sa thonë, nuk do ta bënin kurrë. Ata janë zhytur me një bombul teke. Pra, të zhytesh një thellësi mbi 50 metra me një bombul teke është një risk shumë i madh që zhytësat ekspert nuk do ta bënin. Me sa thonë, këta që janë ekspertë, se unë nuk jam ekspert në asaj fushë. Po, filli i Arianës, çfarë është? Si quhet filli që ishte gati inekzistent? Një fill që ndoshta mund t'i ndihmonte? Filli që ata mund të kenë marrë, pra një fije ose një litar që mund të zbresi poshtë. Shiko, kur zhytesh në një thellësi të drejtë, kur shkon në një thellësi që nuk ka, po themi, tunele dhe shpella, ti mund të marrësh një litar, ta zbresësh deri në fund dhe litari është pikë orientuese. Ti shef litarin dhe shkon lart dhe poshtë. Në këto zona, në tunele, në ujë, dhe unë më pëlqen të eksploroj ato që mund të eksploroj njeriu me frymë të shkurtra, të vogla, po më pëlqen këto tunele dhe reliefe në ujore, sepse jam e apasionuar. Keni eksploruar edhe tunele vetë? Po ka tunele të shkurtra në këto plazhet ku zakonisht qëndroj në një kamping në Jalë gjatë gjithë verës dhe merrem me grupe dhe çoj grupe njerëzish që të eksplorojnë plazhe ose tunele ose reliefe në ujore që janë prezente në këtë zonën e plazhit Jalë rreth e Bërqark. Por nuk janë shpella të mëdha si kjo. Kjo është një shpellë që kërkon tjetër nivel zhytje dhe kërkon tjetër nivel trajnimi. Dhe pajisjet janë speciale. Zakonisht thellësia që të lejohet të zhytesh me një bombul me ajër normal që mbushet me një aparatur, po them që e kanë të gjitha pikat e zhytjes, një nga këto aparatura domethënë që mbush me oksigjen me ajër normal. Ajër normal duhet kuptojmë që ka 120% oksigjen dhe 70% është azot. Dhe ajër normal nuk funksionon mirë në thellësira mbi 40 metra. Kështu që kjo është një nga pyetjet që kanë ekspertët. A ka qenë bombul e mbushur me ajër apo ka qenë bombul e mbushur me një përzierje të veçantë gazesh ku oksigjeni aty rritet përqindja në 30%. Dhe një nga teoritë e tyre që qarkulloi në fillim ishte pikërisht që ka patur një bombul me përqindje të lartë oksigjeni dhe kur shkon në thellësi mbi 40 metra, 50, 60, 70 arrin atje tek shpella, këto presione gazesh, oksigjeni mund të shkaktoj dëmtime të trurit. Umbet bën konvulsione truri zakonisht, në këto raste umbet ndjenja të del ajo nga goja dhe mbytesh. Një problem tjetër është azoti. Azoti mund të shkaktoj, sidomos në bombulat e mbushur me ajër normal, azoti mund të shkaktoj një gjendje që njihet si një lloj toksiciteti të trurit që të vën një gjendje gjumi, narkoze quajnë, të narkotizon. Dhe të vënë gjumë normal të del nga goja, mbytesh nga uji që futet brenda, edhe në këtë rast. Pra, këto janë situata që prapë specialistët thonë që t'i ndodhet të pesëve në të njëjtën kohë, në të njëjtën moment, probabiliteti është shumë i vogël. Megjithatë ata se din akoma se çfarë lloj, po themi, mishele gazdrash ka patur bombula.
Mund të ketë patur thonë edhe monoksid karboni, që po të ketë qëlluar që bombulat jetë mbushur me një ajër që është afër me një burim monoksidi karboni, për shembull gjenerator, makinë ndezur, motor, varke, këto prodhojnë monoksid karboni. Ka patur 2-3 raste që zhytësit kanë humbur jetën sepse janë intoksikuar nga monoksidi karbonit që komplet rastësisht ka hyrë në bombul. Po në ajër ai është shumë përqindje vogël, në bombul bëhet përqindje më e madhe. Kështu që akoma nuk e din dhe ekziston teoria që e dëgjuam atje që ata kanë humbur diku rrugën nga rrymat e krijuara brenda shpellës dhe mbase nga koha. Po është pak e vështirë sepse në 50 metra thellësi nuk tundet deti aq sa tundet në sipërfaqe. Pra era mund të jetë në 3 metra, deri në 3 metra ndjen dallgën. Dallga në 50 metra është jo ekzistente, kështu që çfarë efekti është krijuar atje dhe shpella ka patur një dalje. Fakti që nuk po gjendet ende kamera nuk po i ndihmon që të dalin në një konkluzion deri në këto momente. Ne do të shohim bashkë një video. L'interno lagunare dell'atollo di Felido nella parte nord. Tutti i gruppi di ricercatori sono pronti. Abbiamo il gruppo di Annalisa che è in acqua con me, facciamo il rilevamento della topografia e della morfologia del reef e la valutazione dello stato del reef. Me vajzën e saj në Maldive. Kjo është një video e realizuar më herët teksa përshkruan diçka. Fatkeqësi. Unë uroj që jo, por do doja të kuptoja, keni patur ndonjë incident sa do të vogël teksa zhyteni? Jo, në ambientet që zhytemi ne me të rinj përgjithsisht që shkojnë dhe eksplorojnë këto lloj tunelesh ose shpellash të vogla, nuk ka mundësi për incidente dhe ju shohim përmes kësaj videoje. Ku jeni këtu? Kjo është një shpellë në diku afër vrigjeve të Jalës dhe nuk ka dalje në breg. Do të futesh, do të zhytesh që të gjesh daljen e kësaj shpelle. Sa gjatë qëndroni? Mund të qëndroj deri në 2 minuta afërsisht, me sforcim pak, po 2 minuta mund të qëndroj në ujë. Njerëzit që zhyten, ka shumë njerëz që e praktikojnë këtë sportin e zhytjes apnea që quhet në Shqipëri. Pra pa bombull, për ta bërë të qartë? Pa bombull, po. Bombulla ka tjetë të tjera rreziqe komplet. Ti këtu je pa frym. Kur merr frym, kur ke lloje të tjera gazrash që ti merr frym, ato kanë dhe rreziqe të tjera. Prandaj nuk rekomandojnë që me bombulla të zhyten në thellësi mbi 10 metra, njerëz që janë amator dhe e bëjnë për një kështu qef. Dhe nuk rekomandohet që njerëz edhe të përgatitur të zhyten mbi 40 metra thellësi. Mbi 40 metra do të kesh pajisje të tjera dhe këta nuk i kanë patur pajisjet e përshtatshme me sa kuptova. Cila është zhytja apo vendi që ju ka bërë më shumë përshtypje? Unë jam zhytur në shumë vende në Tajland, kam qenë në ca shpella dhe tunele shumë të bukura që në Brazil ka patur një vend që kam qenë me ambiente me peshkaqen, jo nga këta që të hanë, jo peshkaqen të bardhë, janë peshkaqen që nuk hanë njerëz, nuk sulmojnë. Gjithsesi ajo ndjenja shumë e bukur. Adrenalina duhet jetë shumë e lartë, se pavarësisht që e ke djenin që nuk kafshojnë peshkaqenin, mbetet peshkaqen, doktor. Dhe kanë qenë momente të bukura, po dhe në Greqi ka disa vende që shkoj shpesh dhe i njoh, ku ka tunele në ujore për të bërë video, për t'i eksploruar, po dhe bregu jonë është i mbushur, sidomos bregdeti afër Jalës është shumë interesant për këto gjëra dhe ne kemi çdo vit grupet mëdha të rinj që i çojmë nëpër këto për të bërë snorkeling me maska, me lopata dhe gjithashtu për të eksploruar kush di not edhe jo shumë mirë, mjafton dish pak not, mund shikosh këto ambiente, mund t'i shikosh pa rrezikuar, kuptohet. Nuk marrin përsipër gjërat rrezikshme sepse ajo pastaj do tjetër përgatitje, do një tjetër përkushtim. Një zhytës profesionist, a mund ta zër panik në një situatë të caktuar kur është në ujë? Një zhytës të apneas, jo, do thoja unë, sepse është mësuar dhe ai e di që koha është shumë e shkurtër, 2 minuta, 3 minuta mund shkoj.
Ja dikush e mban 4, po këto janë kampion botror që mbajnë 4 minuta, nuk janë njerëz aq normal, po të themi. Kështu që ti e di pak a shumë sa ke limitin, kurse një zhytës me bombull, mendoj se po. Sa do ekspert që t'jesh, në qoftë se ti e 50-60 metra thellë, dhe mund t'jesh në një distancë larg nga pika ku je nisur dhe 300 apo 500 metra larg, se ti mund të zhytesh në vertikale, po pastaj ke dhe rrugë horizontale për të bërë, për të gjetur fundin e tunelit ose shpellës, dhe duke ditur që je larg, ke humbur rrugën, po të mbaron oksigjeni, normal që të ka paniku. Dhe mendoj se është një nga opsionet më të mundshme që dikush ka humbur atje dhe të tjerët kanë vajtur, njëra ka pas vajzën e vetë 20 vjeç, e ka vajtur ta shpëtoj dhe të gjithë janë përfshirë dhe mund të kenë, i kanë mbaruar oksigjeni thjesht, kanë patur shumë pak oksigjen me vete. Ne u përpoqëm sot të kuptojmë më shumë se çfarë ndodhi me 5 zhytësit italian dhe një vendas. Megjithatë, është ajo që e thoni edhe ju, duhet presim ekspertët që të dalin me një konkluzion, por kjo ishte një ngjarje që bëri përshtypje dhe mori vëmendjen e të gjithë botës për mënyrën se si u zhvillua dhe për faktin që ende nuk po jepet një përgjigje zyrtare se çfarë ndodhi me ta. Ju falenderoj shumë, faleminderit për prezencën në studio. Faleminderit që ndat me ne edhe pasionin tuaj, ka ishte bukur. Faleminderit edhe ju miq që qëndruat në shoqërinë e Living Day. Mirupafshim.